Sipas planit kohor të aktiviteteve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen me datën 7 qershor 2026, periudha e aplikimit për akreditim të vëzhguesve të zgjedhjeve përfundon nesër me datën 30 maj 2026. Deri dje me datën 28/5/2026, gjithsej 31 organizata vëzhguese kanë përfunduar aplikimin përmes platformës online për këtë qëllim. Bazuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullorën zgjedhore numër 4/2026 për vëzhguesit e zgjedhjeve, zyra ka vlerësuar të gjitha dokumentacionet e aplikimit për akreditim, me që rast 29 organizata plotësojnë kriteret për akreditim, si në vijim. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë organizatën vëzhguese Internews Kosova si OJQ vendore me gjithsej 23 vëzhgues. Nëse s'ka dikush diçka, hedh votim. Kush është për? Hedh vota për. Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që ta akreditojë organizatën një qeveritare vendore Birn Kosova me 45 vëzhgues. Kush është për? Hedh vota për. Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që ta akreditojë organizatën D4D me gjithsej 6 vëzhgues. Hedh votim. Kush është për? Hedh vota për. Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që ta akreditojë organizatën KDI me gjithsej 305 vëzhgues. Kush është për? 10 vota për, akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë organizatën Syri i Vizionit me gjithsej 153 vëzhgues. Kush është për? 10 vota për, akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë organizatën ndërkombëtare NDI me gjithsej 14 vëzhgues. Kush është për? 10 vota për, akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Urgent INC me gjithsej 3 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Al Suez Media SHPK me gjithsej 2 vëzhgues. Kush është për? 10 vota për, akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Vim Info me gjithsej 14 vëzhgues. Kush është për? 10 vota për, akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Telegrafi me gjithsej 6 vëzhgues. Për, akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Lajmi.net me gjithsej 4 vëzhgues. Kush është për? 10 vota për, akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Kosev me gjithsej 5 vëzhgues. Kush është për? 10 vota për, akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Zëri me gjithsej 3 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Gazeta Ekskluziv me gjithsej 2 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Kontakt Kosovska Mitrovica, fraksion Kontakt Plus me gjithsej 4 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore TV Dogagjini me gjithsej 38 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore RTV Puls me gjithsej 7 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Radio Kem me gjithsej 3 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë median vendore Koha me gjithsej 23 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë media ndërkombëtare The Associated Press me gjithsej 8 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë media ndërkombëtare Novitska Agencia i Tanjuk dhe Tanjuk Televizia me gjithsej 4 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë media ndërkombëtare si organizatë vëzhguese Top News me gjithsej 5 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen.
Zyra e rekomandon KQZ-s që të akreditoj median vendore European Press Photo Agency me gjithsejt një vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra e rekomandon KQZ-s që të akreditoj media ndërkombëtare Mondo INC Vis Kurir Televizia me gjithsejt 2 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s të akreditoj media ndërkombëtare Radio Evropa e Lirë me gjithsejt 3 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj media ndërkombëtare German Radio dhe TVRD me gjithsejt 3 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj përfaqësinë diplomatike në Kosovë, ambasadën e Japonisë në Kosovë me gjithsejt 4 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Zyra rekomandon KQZ-s që të akreditoj përfaqësinë diplomatike në Kosovë, ambasadën e Italisë në Prishtinë me gjithsejt 4 vëzhgues. Akreditohen. Zyra i rekomandon KQZ-s që institucionin vendor, institucionin e avokatit të popullit të akreditoj si organizatë vëzhguese me gjithsejt 67 vëzhgues. Kush është për? Akreditohen. Në vijim, qendra dhe organizate jo qeveritare ACDC ka aplikuar për të akredituar me qëllim të vëzhgimit në zgjedhje. Nga analiza e statutit dhe vëzhgimtarisë së kësaj organizate, rezulton se ajo nuk zhvillon veprimtari që ndërlidhet me procese zgjedhore apo me mbrojtjen e drejtave të njerëzit, siç kërkohet shprehjesht me dispozitat ligjore në fuqi. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon KQZ-s refuzimin e kërkesës për akreditim për organizatën ACDC. Ka dikush në një koment? Nëse jo, hedh në votim. Kush është për? 10 vota për. Refuzohet akreditimi. Në vijim, po ashtu kemi një aplikim nga një organizatë ndërkombëtare me emrin Odbor za kontrollu i observaciu. Gjatë shqyrtimit të dokumentacioneve të kësaj organizate, ne kemi hasë që në dokumentet e saj, siç është statuti, ju ka referu Kosovës me emërtimi si Kosovë dhe Metoi. Formulim ky që bie ndesh me rendin kushtetues juridik të Republikës Kosovës. Përdorimi i një emri të tillë cënon drejt për drejt subjektivitetin shtetëror, integritetin kushtetues dhe rendin juridik të Republikës. Siç përcaktohet me Kushtetutën e Republikës Kosovës, përkatësisht me nenin të saj, ku përcaktohet se Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik dhe i pandashëm. Përdorimi i kësaj terminologjie është në kundërshtim edhe me parimet themelore kushtetuese mbi sovranitetin, identitetin shtetëror dhe respektimin e rendit juridik. Dhe lidhur me këtë, zyra i rekomandon KQZ-s refuzimin e kërkesës për akreditim të Odbor za kontrollu i observaciu. Faleminderit. A ka ndonjë koment? Jo, Ka ndonjë koment? Nëse jo, hedh në votim. Kush është për? Kundër apo abstenim? 9 vota për, 1 abstenim. Refuzohet akreditimi. Vazhdojmë me pikën e radhës. Pesnik? Po, pika radhës ka të bëjmë rekomandime për pezullim të partisë politike të regjistruar Ekolivizja e Gjelbërt me akronimin ELG. Ky subjekt politik është dashur ta mbajë kuvendin e saj zgjedhor të radhës me datën 25 maj 2026 dhe deri më këto zyra nuk kanë pranuar asnjë njoftim për mbajtjen e kuvendit të radhës, kuvendit zgjedhor. Dhe lidhur me këtë, zyra rekomandon KQZ-s ashtu siç përcaktohet edhe në rregullorën zgjedhore që të pezulloj subjekt politik dhe në mënyrë që ta obligojë që brenda 45 ditë ta mbajë kuvendin zgjedhor. Në rast të mos mbajtjes së kuvendit zgjedhor brenda afatit shtesë të dhënë prej 45 ditësh, atëherë partia politike do të regjistrohet. Faleminderit. A ka ndonjë koment? Nëse jo, hedh në votim. Kush është për? 10 vota për. Miratohet rekomandimi ashtu që pezullohet partia politike Ekolivizja e Gjelbërt. Fjalit shkurt në lidhje me ato që ne i aprovuam, i miratuam. Janë 2 çështje që janë të rëndësishme, paravurimi atyre që janë akredituar edhe që uroj që ta kryen detyrën e tyre me nder dhe mbi gjitha sipas detyrave dhe përgjegjësive që janë përcaktuara me ligjin për zgjedhjet në Republikën e Kosovës. Dhe kemi 2, domethënë është pjesa e mediave, prej cilave natyrisht kërkojmë që t'i përmbahen rregulloreve që ne kemi
aprovuar, po edhe të gjitha informacioneve që ne ja u dërgojmë si udhëzues, se si u ofrohet njëtën kohë dhe ndihma në kyçe qasje gjatë procesit të vëzhgimit të zgjedhjeve. Gjithashtu është më rëndësi që gjatë trajnimit tashmë të këshillave të vendvotimit që të bëjmë ditëve në vijim, shpjegohet edhe kjo pjesa e të drejtave që mediat kanë, po dhe obligimet në njëjtën kohë për sa i përket qasjes në për vendvotime, kohës sa mund të qëndrojnë dhe marrjes së xhirimeve, që natyrisht është pjesë e misionit tyre, po të njëjtën kohë duke u mundu në maksimum që të mos pengohet mbarvajtja e procesit. Kështu kemi edhe, si me thonë, mirëkuptim dypalsh, po të njëjtën kohë të sigurohemi që mediat e kryejnë funksionin e tyre dhe misionin e tyre të informimit të drejtë publik. Gjithashtu, për gjitha ato mediume të cilat gjatë raportimit të tyre bien ndesh me kushtetutën, ligjet që rregullojnë çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, sovranitetin e vendit edhe themi terminologjive që ato mund të përdorin, zyra apo dhe KPM-ja, sidomos edhe KQZ-ja në këtë rast e cila është ty akreditu dhe sa po i ka akreditu, tjetë e kujdesshme dhe dikun ku vrejet një shkarje e tilla apo devijim nga misioni që kanë, ndërmerren masat të tilla deri edhe në deakreditimin e kujdo që bie ndesh me misionin që kanë, qoftë si mediume, qoftë si organizata e qeveritare dhe gjithashtu sprejashtohen absolutisht edhe vëzhguesit nga partitë politike. Krejt kjo për të siguruar që mbarvajtja procesit të jetë ashtu si që janë të parapara me standardet më të avancuara edhe të organizimit zgjedhjeve, po dhe të vëzhgimit tyre. Natyrisht në këtë drejtim, gjithmonë vëmendja jonë pikë së pari mbetet dhe është qasja e vëzhguesve aty ku ata janë të përcaktuar për të kryer detyrën e tyre të vëzhgimit sipas funksioneve që kanë. Pra që të ndërmerren mbrapa edhe nga KQZ-ja sekretariati, që të informohen me kohë edhe KVV-t edhe njerë për përsëris, që mediumeve tu ofrohet aksesi i duhur gjatë marrjes së pamjeve, po të njëjtën kohë mos të përkthehet kjo në një pengim të mbarvajtjes procesit, që kemi pasur edhe në zgjedhjet e fundit në 2 momente të caktuara ku, si më thonë, është pengu mbarvajtja e procesit zgjedhor. Pra, të jetë në frymën e mirëkuptimit.